Përshëndetje miq, jemi sot në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisi. Me mua Kitin, sot kemi të ftuar një artiste të jashtëzakonshme dhe do ndajmë një histori që jam e bindur që dhe juve do të frymëzoj shumë. Violeta Zefi. Mirë se ke. Emri i podcastit është Nga t'ja nisim, dhe kjo është pyetja që do të bëj së pari, nga t'ja nisim, po më duket se përgjigja na erdhi. Si jeni njohur me bashkëshortin tuaj? Dashnia mama në jetës teme ka kanë. Para 45 vjetëve jemi dashuru pafundësisht. Ka kanë një zotëni i jashtëzakonshëm, ka kanë një zot shpirt i mrekullueshëm. Po Allahu e dësht. Allahu e mëshiroft. Edhe gjej rastin sot që mi falenderu krejt njerëzit që kanë marrë pjesë në dhimbjen tonë për humjen e burrit tem. Mi falenderu pafundësisht në thellësia zemrës. Si ka qenë njohja juaj? Në uzinën e telave ne kena punu bashkë me bashkëshortin tim. Ai ka qenë mjeshtër i madh në uzinë telave. Aty e na njoft, aty e na dashuru. Pastaj jena martu. Që moshe keni pasur 18 vjeç? Po, 18, më ka falë Zoti djalin e parë. Më ka lënë vetëm dashnia jeme. E kam shpinë plot, por Allah nuk po mësohem adin me humjen e tij. Allahu mëshiroft. Dhe akoma nuk po mësohesh? Ja. Shumë e vështirë. Po duhet më ruaj prej djemve. Pse? Pastaj ata kanë ardhur fort, bëhen pa mu të qa, dhe unë baj kështu dhe qeshi falso. Hajt më më thonë djemë. A ki qaj, jo, e thamë s'kam qahesh. E ke dashur shumë? Apo ka dash ai më shumë? Dashnia jetës. Se thonë që dikush don më shumë. Unë s'di me thamë. Am ka dash ai më shumë, po nena ka bashku Allahu. Na kena kënë dashnërt, na kena kënë dy zemrat pa dame, na kena kënë... Na s'kena jesë kur krah për krah vetëm dorë për dorë. Ai ka kënë vetë mirësia, ta një jetës teme ka kënë burri jem. Mrekullia jetës. Sa jam falenderu se Allahut që kam pas një jetën teme. E të farë zotënie. I ka kënë djali i mirë, i ka nëru nanën e vete, babën e vete. Aja batë sopë për familjen e vetë një ashtu si jam batë sopë edhe unë. Kështu që na ka bashku Allahu, elhamdulillah. Sheftë është ti? Fat pra. Ka qenë shkruar fati. Po. A i ka thënë, kur më ka po mu të i knuja 9 vjeqe, i ka thënë një shokut vetë, shife nusja jeme, shkama i ka thënë. Që 9 vjeç? Pasha Allahun. Unë kam kënë 9 vjeqe. Unë kam pas 12 vite diferencë me burin tema, i ka kënë si krejl, si pash. I ka thënë kja nusja jeme. I ka thënë qëfar nusja, jo të kja fmi, unë me bërë në vek me hila dhe këtu i knu e vogël, atin. Kanë kalu vitet e jena martua dhe kam shkuën me lind djalin. Nusja ati shokut ti, aty të materniteti. Edhe, kam e zë e Violetët, Allahut, shtoftet, gëzoft, adin, thot që shkur, e di, thot se ti kime kënë nusja e bardhylit. Unë ishë në razorit e mija dhe tham, që shkur me zemër. Se ishtu, thot i ka thanë burrit tem. I tham, ka dasht Allahu, pra, sheftështi se kena le njeni për tjetërit. Po të paska zjedhur ai pra që 9 vjeqe. E pra ndaj po të thamë që unë nuk po mësohem Allah me humjen e ti, adin po. Të gjithë të kujtime ka që të bukura? Një jetë të tërë? Jo, një jetë. Unë jam rritë ndurët e ti, a zemra jam. Nuk ka majtë si lule. Kush nga cunat i ngjan më shumë? Të dy janë. Ose dhe nimpër dhe mbesa ndoshta? Si unë ka kënë vajza jeme. Qofte gjenetit, se Allahu na ka falë, Allahu na ka marë. Inshallah kam me jetë dy djemë të mi. I thoshe, s'ka gja, ma mirë që i keni gja babet. Pse? Djemë babave duhet me ju gja. Inshallah bani sa gjysa babës tuj. Jam mërë thote burem, inshallah ma të mirë se unë. A thoshe, ka ma të mirë se tja? Pasha Allah. Po tani, si me ndonë? Janë shumë të mirë, djemë të mi. Fëmijët janë bërë akoma dhe më të mirë? Se bashkëshorti? A i metet më i mirë, ja? Metet më i mirë. A i metet atje, po s'ka.
Nuk e zën kërkush vendin e tij. Pavarësisht se unë thash e kam shtëpinë plot. Nesër nuk kam me kenë asun. Edhe kështu që inshallah i kam me Si jetë. të gjithë. Si të gjithë. Na shtektarë janë këtë dynja. Si ishte bashkëjetesa me një artiste shumë të madhe dhe të respektuar të qytetit Shkodrës me bashortin tuaj? Një mrekulli ka kënë. Kena pas nanën edhe babën që nuk i ka pas Shqipnia mrend. Kanë kënë 2 prind, pos 2 prindve të mi, nana dhe baba jenë, edhe nana e baba që kam gjetë, kanë kënë 2 dashnit më të mëdhaja që më kanë mytë me dashni, ta një jetën teme. Vetëm respekt e dashnim kanë falë aja familje. Ala dhe sot. Kështu që unë jem shumë e lumtun, edhe atëherë kam kënë shumë e lumtun. Ajo kanë mbështetur? Gjithmonë. Kanë kënë njerëz të jashtëzakonshëm. Kanë kënë familje e mrekullueshme. Gjyshi ka kënë për i besimtarve shumë të mirë, vjehri pra, baba. Se gjyshi kena thirë në emën të fëmijëve, ata paqin e rahmet, Allahu i mëshiroft. E kanë kënë shumë njerëz të mirë, familje e bekume. Ka qenë ai fillesa dhe frymëzimi që në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj të praktikojë Islami? Ai ka kënë gjithmonë, ai ka kënë besim të unë, i thoshe, gjysh, po, a thotesh po a banë zoti jemi për mu mlu në hera, fillote me qa. Unë thote e di se ti ke mu mlu, o i shalom më bënë Allahu rëzk, i thoshe. Që nuk e qenë para shumë vitesh? Po vallahi. Ma ne ku shkova në kryva Hajilekun, atëherë ma, elhamdulillah, deshtë Allahu. Lumë këthret Allahu, shpirt me avu kunore në kry. Elhamdulillah. Si ndjeni sot, pas këtij ndryshimi? Fantastike, argjanj që kam dasht ma te për njetë, se unë jam lu për hatët Allahu. Në shej falenderimit për Allahun që ma ka pështu djalin tem, ma ka ma një dashnit male, po ma ka rujt një dashnit male, unë jam lu. E ku ka gja ma mirë se mu mlu për hatët Allahut, dhe me falenderu Allahun pa fundësisht, ta një jetën teme. Nuk kam qef me qasët zemre jeme. Janë emocionet të jetës së përditshme të gjithë secilit prej nesh. Ky për diskutim që është një podcast i cili fokus në ka ke thelbi dhe ke përvojat jetësore të secilit prej nesh dhe pavarësisht dritave të bukura, një kurreshtare shumë e madhe jam për jetën tuaj. Njerëzit në përgjithësi shohin vetëm pamjen e jashtme, siç keni kaluar ju jetën në për skela, në për drita. Unë kam dalë 8 vjeçe me kënu shpirtin. 8 vjeçe. Kam 52 vite karrierë artistike. Pas dritave të skenës, si ka qenë jeta juaj? Shumë e mirë. Ka qenë si një këngë, si një melodi, një këngë? Shumë e vërtet. Ta thash, kam pas një bashkëshort të jashtëzakonshëm, një zotni. Nuk di ç'a me të thënë, kam pas familjen shumë të lumtun, si me nanën, si me gjyshin, si me kunetnit, si me kunatat. Po të tham kanë kënë familje njerëz bekum, besimtar të mirë. Kështu që s'ka si me kënë ndrysh. Kush e zbuloi talentin për herë të parë, talentin? Në moshën 8 vjeçare apo? Po, në moshën 8 vjeçare kam dalë në skenë teatri Migjeni për herë të parë. Se unë zemër nuk kam marrë pjesë me kënu as në festivalet pionierëve të fatosave, a di pse? Se në atje të lagje, unë nepshe koncert për ditë, e vogël, adin me fëmijët e lagjes. Edhe dikush aty një mësues muzikët, Hil Shahini, thot, hajde se mazite bëhen provat për festivalin e fatosave të pionierëve. Po shumë mirë. Edhe të një këngë të festivalit, unë një nesër jam sova tanë fëmijëve të lagjes, unë përjashtuar për festivalit, s'mora pjesë asi në festivalit të pionierëve të fatosave. Kështu që po Që mos e ke qenë? Po 7 vjeçë. Ta hyrë pra 8 që mërë pjesë. Mandaj 8 vjeçë kam marrë pjesë për herë të parë në teatrin Migjeni. Jeni nderuar edhe me tituj të shumt, i funi nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Po, Bujar Nishani, Allahu e mëshiroft. Po, një shteri madh, po. Sot jetoj me gjysëm pensionit burrit zemra jeme. Por jam falenderuese publikut tem që nuk më lënë me kalu rrugës prej dashnisë që më falen, që më kanë falë tanë jetën teme. Por edhe unë kam kënu tanë jetën Shqip. Gjithë jetën, një kontribut jashtëzakonshëm i gjithë jetës tuaj. Shkodrën teme e falenderoj pafundësisht, e kudo ku kam shqiptarit i falenderoj për dashninë, për respektin që më kanë dhënë tanë jetën teme. Nuk janë mërzit asë njëherë 52 vite të një muzikën teme. Vetëm kanë falë dashnie, respekt, e jam shumë krenare, shumë mirënjohje për ata, e shumë e lumtun. Përveç këngëve të tjera, ju keni kënduar dhe ilahi.
për dallimin e pejgamberit alayhis salam. Si ka qenë ftesa, si keni pritur dhe si jeni ndjerë kur keni kënduar ilahi për profetin alayhis Po salam? s'ka ma, po nuk ka ma. Po ka lujt toka atë natë, ka lujt teatri mi gjeni ku kam dalë me kënu. Jo vetëm unë, po kretë programi që ka kënë. Për pejgamberin alayhis salam, po s'ka. Po sa net kam na e unë qutë. Sa thu po e kënaj mira. A thu po... Ka që emociona kishë? Po sigurisht. Ashtë diçka në një sekret. E dije më përpara këngu tekstin e këngës që të kishë dhënë apo more për herë të parë? Me mjeshtin i Lirzoga. Po nuk ka. Një koncert i pa ma është organizuar në Shkodër për dallimin e pejgamberit alayhis salam. Mund të na interpretosh? Nuk nihem unë e gatshme. Se si kanga, e si ilahia, kënohet me zemër, edhe, jo me buzë. Kështu e ka artisti, edhe. Ju keni 2 djemë. 2 djemë kam. Edhe 8 snipër dhe mbesa. 8 nipa e mesa, jam gjyshe, e lumtën shumë. Edhe 2 nuse shumë të mira, si vajza, ashtu dhe, mos mi harrusat, janë mrekullia shtëpisë, se i kena amanet për Allahut që na kanë në shtëpi. Lumë kush e ka këtë marrëdhënie, këtë raport, edhe kush i mban akoma ato vlera. Po, na jena një, adin edhe, nuk ka si me kanë ndryshë. Si ka hyrë besimi në zemrën tënde? Unë kena shku ditën e gjuma, gjithmonë në xhami, mu falë. Gjithë jetën? Gjithë jetën kur u hap, me fjalë. Pa. A në shtëpi, me gjyshin, me vjerrin, pra, na jena falë edhe tinzash, se ka kanë koha ndrysh atëherë. Unë s'kam ditë mu falë, e gjyshim ka mësu. Shehtas pra? Po, normal. E manaj, për çdo ditë gjumana, kena shku, kena ba ritin fetar në xhamit Parruc, ose në xhamit madhe, elhamdulillah. Si ka qenë bashkëtesa fetare në familje pasi t'ju martove? Një mrekulli, ta thash unë ty. Unë diftoj vetëm vërtetën, se unë e kam frikë Allahu. Kur djali juaj Muhamedi studioi, hoxha i nderuar, me ftyrë nderuar i Shkodrës. E zgjodhi të studionte për teologji. Si ishte emocioni juaj? Çfarë ndjesie kishte? Ai ka një vogël kur i mlau të shokët edhe vite në xhabi kena jetuna përpara edhe vite aty, vite burre për punët, pastaj më të thotë, "Çao ma këto tak puctu." Ti thoshë sa është Muhamedi me shokët edhe te janë ty u fal. Ku me ty u fal? Tu më dhomë po hajtë të lënë. Kështu që unë kam kënë partizane numër 1. Edhe shumë e lumtun që ku ka si rruga Allahu zemra jam. Qa thotë Allahu? Me dasht, me nëru, me respektu. Ju si nën, çfarë këshillash specifike i keni dhënë gjithmonë ndjenjave tuaj që ata nuk e harrojnë ose e shikoni se i kanë praktikuar në jetën e tyre të përditshme? Unë i kam thënë ashtu si më ka mësue, më ka eduku baba dhe nana jeme, vetëm me dasht, me nëru, me respektu. Edhe i lumi ai që qesh se busqeshja është sadaka. Nishtu i kam thënë edhe unë fëmijëve të mi, mos me fol keq për kërkën. I lumi ai që më lën këtë dynja zemra jeme, e mirë ai që zblën. Jeta, përditshmëria, si nis dita jote tani, aktualisht? Tesh, me mungesën e dashnisë teme më të madhe, pi kafe, një gotë ujë, vinë nipat, mesat para se me shku në shkollë, mësi me dashnim pothin më rokon, se janë shumë të mirë. Si ka qenë marrëdhënia juaj me babain? Çfarë kujtimi të bukur keni? E jashtëzakonshme, po më thuj ti mu ku shka prind këqi zemra jeme. Unë i kam pas ma të mirë të botës. Prind që i kam lanë edhe prind që i kam gjetë. Ma të mirë të botës. Njerës që të kanë mytë me dashni. Njerës që kanë najtu i qeshi, nështë nuk kanë pasa se qa me të dhanë me hangër, adin. Por edhe atë bukë që ta kanë qitë me i grim djatë, vetëm e busqeshi, Allahu të rujtë, Allahu të dashtë. Ska ma, nuk ka gjama të mrekullueshme. Shpit bekume, adin zemra jeme. Unë e kam pasat fatë. Edhe në shpinë ku kam linë, edhe në shpinë ku jam martu. Çfarë kujtimi keni që nuk e harroni kur, ose jeni nostalgjike dhe i riktheheni shpesh në këtë raport? Te shtëpia ku kam linë, vjen shumë keq se e kanë ndjeka të shtëpi. Po Allahu më ka pështu nanën shqyqyr, nanën teme, dhe e ka marrë burri jem, manaja, i burri jem i mrekullueshmi. Edhe ka për unë shtëpi teme, edhe aty kanë rujt nëna jeme. Unë nuk kaloj të aja shtëpi, të aja rrugicma, ku kam linë. Ku se kam një barku me bukë në të shtëpi, por
Ka kësi njerëzish, mirë të ta për veti. Ju keni qenë motra e madhe? Ja, unë jam fëmija i treti. Fëmija i tretë. Po. Por i keni dalë shtyllë dhe mbështetje shtëpisë dhe familjes. Sa e lumtur jam. Sa e lumtur jam që i kam shërby, që më ka zgjellë Allahu mu me shërby nanë se babës dhe motrave dhe vllau tem. Nderit se nuk jeton asaj. Shkodrani 24 karat. Qa ke thonë. Shkodra është mretnia, nuk e ndroj Shkodrën me kërkën në botë. Gjithkund kam shëtit e me Shkodrën temes. Çfarë ka një karakteristik Shkodra që e lidh me besimin? Shkodra është djepi kulturë si herë. Shkodra për besime, ata shkojnë si vllazë njëri me tjetrin. Janë besimtarë shumë të mirë, me ndihmu njëri tjetrin, me dash njëri tjetrin. Pra harmonia fetare që ne kemi vlerë shqiptare. Vlerë shqiptare normal, për Shkodra. Është djep kultura, është vula, po. Shkodra jam. Ka nxjerrë shumë njerëz, shumë artistë të nderuar. Sigurisht, shumë. Unë kam pas fat, unë jam rritë durët e tyne. Ata kolosat muzikës, që nuk i vinë ma, por kështu është jeta stafet, duhet me lëshu rrugë në shtektarje në këtë dyrnja. I lumi ai që punon mirë në këtë dyrnja për me fitu i vend mirë të... Unë s'jam teologe, po jam besimtare. Elhamdulillah. Kur shikon sot të rinjt dhe të rejat, çfarë mesazhi dëshiron t'u japësh? Çfarë këshille? Çfarë nuk të pëlqen? Ja, më pëlqen gjithçka se janë të ri. Po inshallah, Allahu i udhëzon rrugën e drejtë. Inshallah janë me jetë e me fat, edhe larg zakoneve të këqija. Nuk jam unë kërkushi për me i dhanë me në kërkuja, por mu batë mirë për familjet e tyne. Se nuk ka gjamat mirë në këtë dyrnja se me të ru nana dhe baba. Banë herë tanë jetën, kur bahesh i mirë. Lene më nëjë se vazhdojnë jeta, din se nesër fejohen, martohen, lindin fëmijët, din pas, ka gjamat mirë se familja me kanë e shnejshme e mirë, vjam nuk i shkan kërkuj zemre, sa të ardhë dorë të mbarkë. Por, jo gjana malore, din. Si prit e ftesën për të qenë pjesë e këtij podcastit? Unë thashë se para 5 viteve, sot është takimi i parë që unë kam një ballafaqim me publikun tem. Edhe unë në vedi u habita. Por duket Allahu ka ba emen që unë sot me kenë gadi këtu bashkëbisedimin me ju. Si të thrasin njerëzit të të afër, të dashur, të shtëpisë ose jashtë? Nipat e mesat e burrit tem më thrasin teze vola. Nërsa nipat e mesat e mi më thrasin nana Lola. Thashun të jam gjyshe 8 herë, jam gjyshe ma i lumtun që mysin nipat e mesat e mi edhe nipat e mesat e burrit me dashni. Jemi në prag Ramazani, si është atmosfera në familjen tuaj? Një mrekulli, jo vetëm te na, në familjen tonë, po në krejt Shkodrën. Njerëzit janë çu me lysh shtëpiat, me lab, me pastru, me la tapetat, me ba pastrim general, thonë na. Mu ba gadi me blej gjana, për me qiras njerëzit. Një fest, pa, 30 ditë fest. 30 ditë s'ka ma, mrekullia vetë është një mrekulli. A din qanu, kur në Ramazan, para iftarit, gratë qohen me ba me hangër, a din? Faktikisht nusja jeme nusja Muhametit të 3 vite, 4 vite, aja gatun për Ramazan. I thamë ti, po mësën keq me vajzë, unë ty nëjeti, ty edhe në punë, ja mamë, thët, hajtë, mirë, i thamë, do me fitu se vape jenë regull. Fita i ti, i thamë, ma mirë. Edhe, qa po bajmë me hangër, qa po bajmë? Kur vjen koha i iftarit, e mush Allahu të avulinën plot e për plot. Elhamdulillah, a mu i bereqeqen. Elhamdulillah. Me një për me mbesat, shkoni në xhami? Pas sigurisht, është do të ravi, mrekulli, xhamia, plot e për plot, nuk ka vene në duhet edhe jashtë, pa. Besoj se shkoni ke xhamia Hoxhës, apo? Na shkojmë... Apo lëvizni? Edhe lëvizi. Edhe lëvizi? Edhe te Hoxha dhe lëvizi. Çfarë ndjesi e keni kur shkoni te xhamia e djalit tuaj? S'ka ma. Sa krenare, sa nën e plotësuar ndihesh? A din si më duket vedi mu? Më duket se më rrinë kryt atje në qilë. Pasha Allahun. Jam shumë e lumtur, shumë e falenderoj Allahun. A ka lumturi më të madhe? Elhamdulillah. Që nuk e konkuron. Ja. Jam ma pasuna në botë, thashën ty.
për dy tjemt e mi, për nipat e mesat e mi, edhe për nipat e mesat e burrit, edhe për motra, për kunatat, për krejt dashamirët e mi. I falenderoj pa fund. E me qenë se jena edhe në prag të Ramazanit, një mesazh e një urim për mbar kombin shqiptar, e krejt besimtarëve ju uroj Ramazanin me zemër të mirë, me bereqet, me duat pranume. Allahu i gjej ç'no shë mirë, e i rujt, e begatof shqiptarin ku do kunollen. Amin. Amin, amin. Jemi shumë e lumtur që kishim sot këtë bisedë kaq të bukur edhe kaq të ngrohtë. Uroj shumë që të kemi takime të tjera së bashku, do ju vim patjetër në Shkodër. Mirë se të vini zemra jeme. Allahu dasht. Amin dhe te. Allahu shpërblet me të mira. Faleminderit shumë që ishe me ne. Shumë respekt për ju.